Shikues nderuar, ju përshëndesim, rikthyer sërish në TikTok për të ndalur tashmë tek zhvillimet më të fundit mes Rusisë dhe Ukrainës. Do ndalemi tek presidenti rus Vladimir Putin, i cili ka bërë deklarata të forta dhe të drejtë për drejta në një intervistë pak orë para takimit të tij zyrtar me kryeministrin indian. Kreu i Kremlinit përsëriti se Rusia është e vendosur të marrë kontrollin e plotë të Donbasit, qoftë ushtarakisht, qoftë në mënyra të tjera. Dhe ndërkaq, zyrtarët europianë dhe Ukrainas kanë akuzuar të mërkurën presidentin rus Vladimir Putin se ka shfaqur interesa të reme në përpjekjet për paqe, pasi 5 orë bisedime me dërguarin e SBA-s në Moskë nuk dhan asnjë shenjë të përparimit, megjithëse negociatat ndërkaq shpritet të vazhdojnë ende. Ne ndjekim insertin dhe pas rikthehemi. Presidenti rus Vladimir Putin ka bërë deklarata të forta dhe të drejtë për drejta në një intervistë për India Today, pak orë para takimit të tij zyrtar me kryeministrin indian Narendra Modi. Kreu i Kremlinit përsëriti se Rusia është e vendosur ta marrë kontrollin e plotë të Donbasit, qoftë ushtarakisht, qoftë në mënyra të tjera. Gjithçka varet nga kjo, ose i çlirim këto territore me forcën e armëve, ose trupat ukrainase tërhiqen dhe ndalen së luftuari atje, deklaroi ai, duke e paraqitur konfliktin si një betejë të pashmangshme që varet tashmë vetëm nga veprimet e Kievit. Putin shprehu gjithashtu bindjen se ish-presidenti amerikan Donald Trump po përpiqet sinqerisht të ndërmjetësojë një rrugë drejt paqes. Megjithatë, ai pranoi se arritja e një kompromisi është jashtëzakonisht e vështirë. Sipas tij, SBA-t ka një rol të rëndësishëm për të luajtur, por duhet të jenë të përfshira dhe jo të ndërhyjnë. Arritja e një konsensusi midis palëve është një detyrë të jetë e vështirë, por presidenti Trump po përpiqet vërtet të arrijë këtë. Jam i sigurt, tha Putin, duke lënë të kuptohet si diplomacia ndërkombëtare po lëviz, por ngadalë. Mirë, kemi ndjekur insertin dhe ditën e sotme për diskutuar mbi këto zhvillime dhe të tjera. Kam të ftuar ekspertin e marrëdhënieve ndërkombëtare, zoti Lutfi Bilali. Zoti Bilali, ju përshëndes. Përshëndetje edhe për ju. Zoti Bilali, e nisim me insertin që sapo dëgjuam së bashku. Si e shihni qëndrimin e Rusisë për të marrë kontrollin e plotë të Donbasit dhe nga ana tjetër, cilat janë implikimet që mund të ketë kjo për stabilitetin rajonal edhe marrëdhëniet me Perëndimin? Po sigurisht tani kemi hyrë në fazën rreth planit amerikan, i cili më sa duket është vështirë të implementohet ose të ketë pajtueshmëri për të ardhur dakord dhe pastaj të implementimi i saj, që është pastaj një rrugë bukur e gjatë dhe vështirë. Por qëndrimi kokëfort i Kremlinit tregon edhe gjatë takimit të deleguarit amerikan dhe dhënërit të presidentit amerikan Jakob Kushner dhe Sven Witkov në Moskë, po kishën të martën bisedime me orë të tëra. Kuptohet që atë që është dhënë nga takimi, detajet që pika pyetje ka qenë çështja e territoreve. Dhe këtu përmerret ekskluziv Donbasi. Donbasi nënkupton dy regjione, Donetsk dhe Luhansk, dhe komplet si regjion përfshin të ashtu quajtur edhe bazeni Donbasit, të dy territore të cilat realisht përvojnë dikon 53.000 km². Është një territor që është i begat me minerale dhe mund të them edhe realisht është zemra Ukrainës në shumë aspekte. Por atë që ka thënë Yuri Ushkovi, këshilltari i jashtëm i presidentit rus, realisht Rusia është kokëfort në 3 qëndrime të cilat dëshiron t'i mbanë, dhe ato janë aspekti territorial, militarist, sa i përket Ukrainës, dhe aspekti legal ndërkombëtar. Dëshiron që marrëveshja, po që sa arrihet të merr pajtueshmërinë dhe të njihet ndërkombëtarisht. Dhe këtë taktizim rusët nuk e bëjnë rastisht. Ajo që ka deklaruar, se kemi deklarata të cilat rreth asaj që po që se Evropa rreth luftës NATO-Rusi apo në intervenimit e mundshëm në vendet e Evropës, këtë ka shprehur që nuk do ndërmarrë në rusët. Putin e thotë të disa qendrën herë që përsërit këtë slogan. Mirë po në qofë se atëherë Evropa sulman, atëherë Rusia është e gatshme, por është të thuat është më rëndësi një fjali atje kur që operacionet në Ukrainë kanë qenë kirurgjikale, ndërsa me Evropën do përdoren. E ka fjalën, është një lloj kërcënimi për armë strategjike. Por mendoj që vizita e Putinit dhe Indian Today të disa sekvenca ju përmendet edhe në
në fillim të misionit, në Indi ka kryesisht aspektin që përmend Donbasin. Dhe fare mirë din që arritja e këtij kompromisi njoja legale në aspektin ndërkombëtar Donbasit dhe pozicionimi i frontit vijave të ngrira të frontit në Zaporizhzhia dhe Kherson, dhe kuptohet Krimea që de facto diplomacia amerikane është e gatshme që këtë territor fatkeqësisht autonominë ose ka një statut në kuadër të Ukrainës, është Republika Autonome Krimea. Por tani më është që nga 2014 është kryer fatkeqësisht një situatë e re, dhe të dy këto pika do të Donbasi dhe Krimea të njehen legjërisht në aspektin ndërkombëtar. Kjo besoj që do jetë ajo që, por sa është e vështirë, besoj që do kemi sfida në të ardhmen. E qartë, zoti Bilali, nga ana tjetër, presidenti rus Vladimir Putin përmendi edhe rolin e presidentit Donald Trump dhe të SBA-ve pra si ndërmjetës në këtë proces, dhe pyeta lind se sa realiste është mundësia e një kompromisi të pranueshëm nga të dyja palët, por edhe si do të ndikojë kjo ndërkaqësh edhe në diplomacinë ndërkombëtare. Është, mund të them, jashtëzakonisht një situatë që rusët dëshirin të përfitojnë. Është një taktizim rreth asaj që një përçarje, fragmentim mes evropianëve dhe administratës amerikane, së konkretisht me Trumpin, presidentin Trump. Mendoj deri dikon ja kanë arritur këtij qëllimi, sepse kemi situata kur nuk koincidon vija e politikës së jashtme amerikane dhe evropiane, sidomos sa i përket mbylljes së konfliktit ose një marrëveshje të mundshme të paqes në Ukrainë. Dhe mendoj që